Çdo reformë që është në dorë të interesave partijake rrezikon të dështojë. Një prej tyre është edhe ajo administrative territoriale. Por herë politika i ka bërë llogarit me mandate deputetësh për çdo zonë zgjedhore dhe jo me nevojat e zonës për zhvillim. Kam rezervat e mia për mënyrën se si ka nisur diskutimi mbi reformën administrative territoriale, pasi po hudhen sugjerimet jo mbi bazën e një platforme të mirëfillt të analizës se ku janë problemet sot me territorin dhe me administrimin e territorit, por mbi bazën sërish të nevojave të ngushta politike që kanë palët. E rëndësishme është që palët duhet kuptojnë që në start të një procesi, që duhet lëshojnë nga interesat e tyre të ngushta politik, nëse duan seriozisht që të fitojnë reforma dhe nëse duan seriozisht që të fitojnë administrimin e territorit. Por ndonë se mazhoranca sot ka 84 vota për të kryer këtë reformë, sipas urbanistit Flamur Kuçi, sërish ajo nuk mund të qëndrojë pa një konsensus me opozitën. Nevoja është aty, nevoja ekziston. Çështja është që për shkak të natyrës specifike që duhet kenë një reformë e tillë, duhet synuar gjithmonë që dy palët kryesore, të paktën dy palët kryesore të kenë ta zhvillojnë këtë lloj debati në frymën e një konsensusi. Përndryshe, rrezikon që reforma të dështojë. Për reformën administrativo-territoriale, kryeministri Rama premtoi dialog me të gjithë aktorët, ndërsa vetëm një ditë para konferencës kombëtare, vendorët e demokrat kërkuan të jenë pjesë e procesit. Ideja e kreut të qeverisë është shkrirja disa njësive vendore dhe ndarja e Shqipërisë në pak rajone. Kjo do të ndikonte pozitivisht në ekonominë e vendit, por do të lehtësonte edhe barrën mbi buxhetin e shtetit.